Kryeministri Mickovski qetëson opinionin se brenda koalicionit qeveritar gjithçka është në rregull. Sipas tij, përplasja e fundit midis zyrtarit të partisë së tij, Antonio Miloshovski, dhe ministrit të drejtësisë që është kuadri i Znam, Igor Filkov, flet se që të dy dje kanë pas një ditë të keqe. Koalicioni qeveritar është i qëndrueshëm. Deputeti Miloshovski është antar i komitetit ekzekutiv të partisë dhe një nga bashkëpunëtorët e mi më të afërt. Bashkëpunimin me të e vlerësoj shumë. Nga ana tjetër e di me çfarë problemesh është dhe po përballet edhe ministri Filkov, por ajo që mund të konkludoj është se të gjithë kanë të drejtë në një ditë të keqe dhe mendoj se dita e keqe ka kaluar edhe për Miloshovskin edhe për Filkovin. Qytetarët të jenë të qetë. Qeveria është i qëndrueshme, tha Mickovski. Antonio Miloshovski mbrëm gjatë një debati televiziv drejtoi hapur kritika ndaj ministrit Filkov, për të cilin tha se ka performancë të dobët. Vlerësojmë se ministri i drejtësisë ka performancë të dobët lidhur me obligimet që i ka marrë për reformat në sistemin e drejtësisë. Është mendimi im, tha Miloshovski. Akuzave të deputetit ju përgjigj menjëherë ministri Filkov në profilin e tij në Facebook. Miku i Gruevskit, i njohur me pseudonimin Xhuxhi nga Nebregova, i cili mbahet mend nga opinioni për aferat e AMSM-s dhe bizneseve familjare nga Kërçova, duket se ende nuk e ka zakon të jap llogari para qytetarëve që e kanë zgjedhur. Është e qartë se është i pa informuar dhe i izoluar nga partia. E këshilloj që në partinë e tij ose edhe në qeveri që ndoshta edhe do t'i tregojnë dhe do ta informojnë për procedurat, afatet dhe statuset e ligjeve, tha Filkov. Mickovski sot komentoi dhe situatën brenda Vlenit, po kjo, sipas tij, nuk ndikon brenda koalicionit qeveritar. Nuk e kam këtë ndjenjë, përkundrazi kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Qytetarët të jenë të sigurt se qeveria është e qëndrueshme, jo zyrtarisht më shumë se 2/3 dhe zyrtarisht këtë qeveri e mbështesin 78 deputet. Qytetarët, sipas asaj që shoh nga anketat, janë përkrahës, ka një mendim të jashtëzakonshëm pozitiv se edhe Maqedonia po ecën në drejtim pozitiv. Dhe ky është një frymëzim për ne që të vazhdojmë të ecim përpara dhe të punojmë, tha Mickovski.